Infermierja e parë në historinë islame. Ajo nuk ishte luftëtare, por në betejat më të mëdha të islamit ishte gjithmonë pranë ushtarëve të plagosur. Në zhurmën e betejës, me zbritmave të dhimbjes dhe ushtarëve të plagosur, një grua ecte shpejt me duart plot fasho dhe ujë. Emri i saj është Rufejda al-Islamia, infermierja e parë në islam. Rufejda ngriti një tend pranë xhamisë së profetit në Medinë, ku trajtonte të sëmurit dhe të plagosurit. Kur sahabët u kthyen të plagosur nga betejë e Uhudit, profeti Muhammed urdhëroi që disa prej tyre të silleshin në tendën e Rufejdas. Ajo dhe grupi i grave që kishte trajnuar u kujdesën për ta ditë e natë. Me durim pastroi plagët, ndaloi gjakderdhjet dhe me fjalë të buta u dha forcë atyre që ishin buz vdekjes. Një ditë Saad ibn Muadhi, një nga sahabët më të shuar, u soll tek tenda e saj me një plagë të rëndë. Të gjithë mendonin se nuk do t'ja delte, por Rufejda nuk u dorëzua. Ajo përdori çdo njohuri që kishte duke u siguruar që plaga të mos infektohej. Pejgamberi alayhis salam e vizitoi shpesh Saad ibn Muadhin dhe e lavdëroi punën dhe përkushtimin e Rufejdas. Në Medinë, tenda e saj ishte një spital i vogël ku të varfërit dhe të sëmurët gjenin mjekem. Ajo shfrytëzonte mjetet e kohës për të përgatitur fashat dhe ilaqet. Rufejda ishte e pranishme në disa beteja të rëndësishme ku ndihmonte në trajtimin e të plagosurve. Ajo ishte në betejën e Bedrit, ndonse nuk ka shumë informacione për rolin e saj në këtë betejë, mendohet se ajo filloi shërbimin pikërisht në këtë kohë. Në betejën e Uhudit, ajo dhe ekipi i saj mjekësor ndihmuan të plagosurit, përfshirë edhe sahabeun Saad ibn Muadhin në betejën e Hendekut dhe po ashtu në betejën e Hunenit. Rufejda gjithashtu trajnonte edhe gra tjera për kujdesin mjekësor. Rufejda përdorte teknika tradicionale të mjekësisë arabe, të cilat më vonë u përmirësuan dhe u sistemuan nga mjek të njohur islamik si Ibn Sina dhe Al-Razi. Disa nga metodat që ajo përdorte ishin përdorimi i barishteve dhe vajrave për trajtimin e plagëve dhe sëmundjeve, metoda të thjeshta kirurgjike për pastrimin dhe mbylljen e plagëve, terapit me ujë dhe ushqim të ekuilibruar për të ndihmuar të sëmurët të rinë këmbën më shpejt. Rufejda nuk ofronte vetëm ilaçe dhe kujdes mjekësor, por edhe fjalë të buta që i jepnin kurajo atyre që vuanin. Për të, çdo jetë kishte vlerë dhe ndihma e saj ishte një formë adhurimit. Ajo u bë simbol edhe mshurisë dhe përkushtimit, duke i hapur rrugën edhe grave tjera që të merrnin pjesë në ndihmat mjekësore. Sot, ajo kujtohet si infermierja e parë në islam dhe si një shembull frymëzimi për të gjithë ata që zgjedhin të shërbejnë njerëzimit.